Ne jemi këtu për fol për programin dhe për shanset cila forcë politike mund të sjelli. Po dhe si është gruaja shqiptare përfshirë në këto programe? Patjetër nëpërmjet programeve dhe në pushtet vjet me votë. Dhe shanset për të bërë rotacionin politik, patjetër ka Partia Demokratike që ka mbështetje. Por vjen nëpërmjet programeve, prandaj beson që vjen përmes programeve. Ne duhet të vemi në mentalitetin që të vi forca politike. Duhet të shkojmë, po si mundet nga sot me nesër, nga gjumi do, nga ëndra do kthehesh, po në 2021 mendon se s'ka patur programin e dur Partia Demokratike që nuk erdhi në pushtet? Në 2021 mund të ketë pasur probleme të tjera. Po në 2017 edhe njëshin Partia Demokratike probleme të tjera të padukshme. Nuk donte Sali Berisha. Unë nuk mund të shprehem se nuk e njoh jetën e bashkëpunim me Ramën nuk do të vinë pushtet, po i shërben në maksimum Ramës. Po pse nuk e do? Po nuk e do pushtetin, më të lutem tani se fakti që ai sot ju paraqitet qytetarëve shqiptar si alternativa e vetme për të qenë kryeministër, me një non grata ambisupe, me probleme me sistemin e drejtësisë, me disa lista, ne do të cilë moral dhe dignitet. Moral dhe dignitet. Të gjithë ne bëjmë luftë për moral dhe dignitet. Të gjithë flasin për moral. Jo, ne kemi në realitet. Gjithë flasin për dignitet. Po nga ana tjetër, ne kemi një parti demokratike të ndarë në 4 vite, të sulmuar në 4 vite, në të gjitha llojet e formave, ku ndoshta edhe gjithë kemi gjunahet tona, dhe më në fund kemi një program, kemi mbas një rezistencë, kemi një parti demokratike të bashkuar dhe kemi një program për të bërë rotacionin. Për të bërë rotacionin tash. Këto janë sa herë keni pasur në dorë, divisionet vogla të banaqeve televizive. Sa herë që ju keni pasur në dorë, të merrni një vendim në interes publik, e keni bërë të kundërtën. Sa herë që u është dhënë mundësia, keni bërë të kundërtën. I keni shërbyer Ramës. Ky është perceptim i opinionistëve, i opinionistëve të banaqeve. Ne flasim një muaj para fushatës, ne kemi një program, kemi një komunikim me qytetarët, jemi me qytetarët dhe në pushtet dhe në qeverisje dhe në jetën parlamentare vihet me votë. Dhe Partia Demokratike ka qenë në pushtet dhe ka gjitha shanset që në 11 maj të votohet. Se po dalim nga tematika dhe po shkojmë, po bëjmë një analizë të përgjithshme dhe të gjithë historisë së Partisë Demokratike. Shqiptarët nuk vujnë për programe, shqiptarët vujnë nga pazaret pas shpine. Ju po flisni, më fal që po them, ju po flisni atë se ju keni pas çantën e lekëve dhe ju a keni dhënë. Jo, lekët i keni ju, mos i them dhe emrat. Pazaret, janë fjalit mëdha, thuaj emrat gjitha se unë nuk vuj nga këto punë. Mos ta banalizojmë debatin. Kemi një program, erdhëm flisim për programin. Ju nëse keni ardhur, harruat partinë që përfaqësoni. Keni ardhur dhe çfarë Parti Demokratike? Flisni për djatën tuaj pra. Nëse djata jonë në bazar, djata jonë mbron interesin publik. Djata jonë mbron interesin pro drejtësisë, mbron spakun. Ju nuk e thua ti për spakun, unë kam qenë kryetare Komisionit Ligjeve, vazhdoj të mbroj në vetë parë. Pra, ju dy zonjat me gjithë respektin për ju, keni 2 kryetarë që kanë gjunahet e veta në këto vite. Kanë gjunahet e veta dhe debatoni me një njeri që nuk ka nga këto gjunahet. Partia jo nuk ka kryetar, drejtohet me grup kolegjal, një ndër ta jam edhe unë. Meqense po më cilëson kryetarin, cili është kryetari im zonjë? Se unë nuk kam kryetar. Ndi që është përfaqësues. Jo, ne kemi një grup kolegjal, partia jonë drejtohet me 7 antar të grupit kolegjal, një ndërtar zoti Ali Beaj, nuk është kryetari i partisë tonë, dhe ne përfaqësojmë të gjastët. Po pra po duhet ta dinit. Ndërsa në listë është kemi zonjën Beaj nuk ditë këtë zonjë. As në ofertë korruptive. Nuk ka asnjë opinion. Ka qenë ministër. Zonja Suta thotë. Zonja Suta thotë mblodhëm. Unë dua të bëj vetëm një ndërhyrje. Në mungesë të përfaqësuesit të kryetarit të partisë. Zonja Suta thotë ne u mblodhëm të flasim për gratë, përfunduam të flasim për burrat. Patjetër. Por duhet domethënë ti je në pozicionin tim, duhet ti vetë një herë të kesh një besim, të fitosh një besim, që pastaj këtë besim ti të kesh mundësi ta shpërndash te të tjerët. Unë kam dëgjuar nga zoti Basha që thotë, vetingu i politikanëve të fillojë nga unë. Atëherë, një person që të thotë vetingu të fillojë nga unë, mua më jep besim. Kështu që, por drejtësia të shpresojmë që të funksionojë dhe cili do që ka ngjyrë qoftë dhe gishtin në diçka të padrejtë, ti japja të çfarë parashikon ligji. Dhe
Me shumë të drejtë kthehemi. Do vi menjëherë ke ju zonja Suda. Të nderuar shikues, kalojmë në një hapësirë shumë të shkurtër publicitare dhe vazhdojmë diskutimin në studio. Sigurisht që do ta përqendrojmë tek tema për të cilën edhe jemi mbledhur sot.